opozicioni, edhe Melonin, të cilët kënaqen me realizimin e projekteve të tyre, duke patur një grop septike e Shqipëria me një lider i cili mund të thyej çdo gjë. Është pikërisht Rama, që të mund të prishi edhe kushtetutën, t'i japi Melonit të drejtën për ekstra territorialitet në zonat caktuara, përgatitet më përpara i dashur Radi për të bërë qendra për të marrë ato emigrantët e mundshme nga lindja e mesme, janë përgatitur qendra me një numër tepër të konsiderueshëm, ato që janë bërë me Italinë janë shumë të pakta për t'i shërbyer në fillim për interesat e tij. Domethënë, ky është një kameleon politik, duke mbyllur këtu, duke në gjithë veprimet e tij. Po lexoja një shkrim që kishte nxjerrë në gazetën kryesore greke, se si e kishte, domethënë, menaxhuar qëndrimet e tij. Ju e mbani vetë mend atë polemikën e madhe në Shqipëri, që shiqur që ka ardhur një lider i cili me kakurajon t'ju drejtoj grekërve të gjitha të problematikat të deri tanishme, mënyrën se si sillen me shqiptarët. Lexoni intervistën, të vjen për të qeshur, duke treguar që qëndrimin e tij që ka patur për rastin Berleri, që nuk ishte asnjë gjë, është një fatkeqësi, diçka e momentit, atje justifikimin e qëllimeve ekonomike, kur është rasti për të përfituar vetë ato zonat e jugut dhe të bërë, domethënë, zhvillimet ekonomike me autokratët e tij, dhe deri duke thënë që unë kam bërë shaka kur kam kritikuar Greqinë, duke i thënë që nuk jeni pasardhës të këtyre filozofëve të tjerëve, kjo janë gjëra tha që kalojnë me humor për të ngritur atë diskutime dhe ju nuk duhet jeni të tillë. Domethënë, ky person është i aftë të ndryshojë çdo gjë. Jo vetëm retorikën e tij të mëngjesit, me një retorik tjetër në darkë, por ky t'i përshtatet të gjitha interesave për të mbajtur karrigen e tij. Dhe këtu dalim në pikën kryesore që ju e përmendët. Domethënë, një njeri që brenda në kuadrin e 2 muajve vete bëhet antar i bordit paqes, duke ju bashkuar filozofisë presidentit Trump për të treguar forcën në një rend ndërkombëtar që ka ndryshuar. Dhe kjo tregonte që për interesat e Shqipërisë, sigurisht çështjet e sigurisë të vendit tonë, të kombit tonë, do të jenë të lidhura me Amerikën në një situatë kur është kompeticioni i fuqive të mëdha për zona influence. Europa nuk e realizon dot këtë gjë. Ndihma amerikane është primare për çdo qeveri shqiptare dhe brenda një muaji e ca ky vete merr pjesë në samitin e globalizmit anti-Trump. Domethënë, duke vënë të gjitha ato strategjitë që duhet bëj e majta progresiste për të hequr dhe çmontuar trumpizmin si një lëvizje e dëmshme për botën. Më shumë se kameleon. E vërteta është që edhe kameleoni e vërteta është që për ndryshuar pigmentin. E vërteta është që ata që e ndjekin me vëmendje praktikisht janë në gjendje ta lexojnë, e lexojnë, por duket që janë relativisht pak akoma, do të duhet të rritet numri të vijë ajo pika kritike, ambasador Nesho. Unë ju falenderoj me gjithë zemër për bisedën në studio, falenderit shumë, dashur teleshikues, se sapo folëm me ambasadorin Nesho në raport me leximin, si më thënë,